Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot, unë nga kjo studio, unë ju përshëndes me një violiniste të mirë njohur. Ajo është shkodrane, por pas mburimit të studimeve, karrierën e saj e ka ndërtuar larg Shqipërisë. Pikrisht në Sarajevo, në orkestrën e Filharmonisë Sarajevës, ku është SPAL, është violinë e parë e kësaj orkestre simfonike me shumë prestigj dhe me një aktivitet të admirueshëm. Me mua sot në studio është violinistja Arvida Kullolli Vrako. Mirëmëngjes Arvid, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit. Në fakt, ma ke zbukuruar këtë mëngjes mua personalisht, por edhe ekipit ton. Sepse gjithmonë kur vjen një artiste, ngjall një lloj kënaqësie, ngjall një lloj kurreshtje. Artistët janë njerëz të veçantë për çdo gjë që japin. Faleminderit. Në fakt ti ndodhesh në Shkodër. Po. Si shumë herë, sepse ke familjen këtu, prindrit, por këtë herë me një projekt artistik. Muzika mbi të gjitha kufijt. E nëse diku i përshtatet ky titull, më mirë se ty, nuk i përshtatet njeriu. Këtë ka menua dhe unë, pa. Si e more këtë projekt, këtë ftesë për të marrë pjesë? Ftesën ma bani profesor Lorenz Radovani, në ullësha me pushime për shnesim në verë këtu, dhe Arvida të ftojmë Arta Nikolli, për njerëzit nuk e di, besoj që shumë e njofin, për mua është një menaxhere artit e shkëlqyer dhe e përshëndet, sidomos njerëzit që mbështesin artin i du fort, sinqerisht i du fort. Edhe më tregoj për projektin që kishin menu për me organizu, duke marrë parasysh edhe situatën që ndodhemi nga virusi, ishte pak e vështirë. E kishin menu me pjesëmarrjen e shumë të rive, ishte deri në moshën 35 vjeç, ne ndryshuam pak këtë limitin e moshës, të merrshin pjesë gjithë, unë jam brenda, po. Edhe kishin menu që të merrshin pjesë pra muzikantë nga gjithë rajoni, nga Ballkani, edhe i dim shtetet e rajonit dhe të Ballkanit, por thash edhe herë virusi ishte pak me problem, se shumë shtete kishin këtë dikujt i kërkoj testi, dikujt i kërkoj kur të ktheheshin, ishte problem puna e qëndrimit në karantinë. Dhe për fat mirë, Bosnia nuk e kishte këtë. I dhash ofertën pra kolegëve të mi në Sarajev, ka ardhë violoncelist, kemi ardhë kuartet harqesh, ka ardhë Admir Vraço, trompisti, solo, edhe një këngëtare soprano shumë e mirë, Vedrana Shimić, është soliste në operën e teatrit në Sarajev. E kanë prit me shumë kënaqësi, pra unë që jam shqiptare bosnjake tashmë, është bashkëshorti jem Admiri trompist që përfaqëson Bosnjën, violina e dyta Ana Maria Marić, edhe ajo bosnjake, çelisti Isak është nga Serbia, Vedrana është bosnjake kroate, por përfaqëson Bosnjën sepse projekti është i tillë për Ballkanin. E jashtëzakonisht bukur. Pa. Dhe të vish me një repertor që, nuk e di, ka qenë i përpunuar, apo me njëherë keni mbledhur të gjitha ato mendimet tuaja për tu ngranuar? Jam konsultu me profesor Lorenz, sepse duhet ta disha se qa përman ky projekt, çfarë lloj programit, duke marrë parasysh që vetë projekti don shkëmbimin e menimeve, kulturave të ndryshme nëpërmjet njerëzve nga Ballkani. Dona me shkëmby kultura, menime, dona me pa muzikanta, kompozitor nga Malizi, nga Maqedonia, nga Shqipëria. I tillë ishte edhe programi. Kemi luajtur program me vepra të autorëve nga Ballkani. Pra ishte shumë interesante, Isaku Çelisti, mram luajti një pjesë të Imer Skënderit, shumë pjesë e bukur dhe e luajti dhe kishte një emocion ndrysh. Kur e shef një djalë nga Serbia që e luajti maç dhe sa shumë u pëlqye shumë. Dhe këtë kemi bërë pra shkëmbimin edhe nga kompozitor. Ju mblodhët me një repertor të ri, apo i kishi këto vepra të përpunuara? Me qenë se jeni profesionist. Po, disa vepra i kishim lujt, disa ishin vepra të reja për ne. Pra unë kur kam shku në Sarajev që i fola dhe i mblodha kvartetin, i thash që duhet fillojmë direkt provat.
dhe kemi punu atje sepse ishin repertor, për ato ishte repertor i ri. Megjithatë ritmet tona kemi të njëjtat në Ballkan, kemi të njëjtën strukturë ritmi, melodiet e kështu pak a shumë janë këto ritme të thyme, i kuptojnë dhe e kanë të njëjtën ndjesi edhe ato, kështu që nuk ishte problem. Unë besoj se ishte një repertor tepër pikant, i përzgjedhur, vetë hapja nga suita vallëzuese Bela Bartok, bëri një magji në skenën e mbrëmshme. Ishte shumë kënaqësi. Lutëm Shuplevskin, është autor nga Maqedonia Kapriçon. Kemi luajtë një suite me 4 vepra të Tonin Harapit, vallet, romancen, një muzikë e shkëlqyer. Ishte e kënaqësi tjetër, nuk e di, pata dhe emocion mram. Ishte një emocion i veçantë. Gjithsesi, duke qenë artist nga Ballkani, ju ishit me artistët nga Bosnia, aty ishte edhe Isak nga Serbia, nga Shkodra ishin... Ishte edhe Genti, nuk du me harru Gent Hoxhen, ishte një djalë nga Kosova, jashtëzakonisht i talentuar. Si gjetët ato emëruesit e përbashkët nëpërmjet tingujve dhe komunikimit tuaj? Fill, dhe më thanë, sa kena shku në ambientet e Arkës, të zonja Arta, unë ndjem, dhe më thanë, direkt si në shpinë tonë. Fillu me kontaktet e para njerëzit u prezentu me, sepse këtë qëllim kishte edhe projekti, që të shkëmbeni mendime, të rrishi me njëri tjetrin, kena dalë, kena pa Shkodrën, kena prezentu qytetin. Dhe më thënë, edhe kjo ishte një qëllim kryesor i projektit. Folëm shumë si është situata në Kosovë, në Maqedoni, në Serbi, në Bosnjë, si është në Shqipëri, sepse edhe vjen keq ta them virusi, sidomos për artin, në thojza na ka dëmtu pak. Gjithsesi, unë dua të ndalem te ky projekt i Qendrës Rinore Arka, i mbështetur nga ambasada zvicerane, por edhe me një mbështetje të fuqishme profesionale në drejtimin e të mirënjohurit profesor Lorenz Radovani. Si vlerëson pikërisht këtë projekt kaq ambicios, do ta quaja? Për mu është një ide e shkëlqyer, do të thënë është një mendim që duhet të ekzistojnë. Mendoj që është viti i parë që këto e kanë nisë dhe nuk duhet shterrin asnjëherë, është jashtëzakonisht. Kultura, sidomos dhe në Shkodër, dihet se jemi djepi i kulturës e kështu, duhet ta ketë këtë lloj projekti. Isha dhe gjatë verës kam ndjek dhe projekte tjera që ka organizu dhe bashkia, ishte Shkodra Jazz, i përgëzoi gjithë artistët dhe kolekt. Kjo ka një cilësi të veçantë sepse e zgjeron pak më tepër. Do të thënë nuk rrim vetëm këto, zgjerojmë edhe si koncept edhe shikojmë marrëdhëniet me shtete tjera. Duke qëndruar pikërisht në këto veprimtari artistike, kulturore, të cilat shpesh ndërto kanë traditat e veta. Por janë edhe risi që tentojnë të krijojnë tradita. Unë mendoj që Shkodra mbetet përsëri një qendër e madhe e kulturës. Ashtu mendoj edhe unë, Merita, pa diskutim. Domethënë, unë ndihem shumë e vogël e shumë e re me fol, i dim tashmë se unë jam një pjesë e vogël që përfaqësoj artin e Shkodrës. Por sinqerisht, në qoftë se i shohim dhe në aspektin profesional, melodit, harmonia, shumë muzikolog, biles unë nuk e kam një nga afër, por kanë ftuar në këtë projekt profesor Nestor Kraja, profesor Ridvan Karakaçi që i përshëndes, janë 2 profesorët e mi, dhe kanë fol nga ana e muzikologjisë, do të thënë kanë bërë një analizë tjetër. Ka shumë, kena shumë prapë për me thellu dhe prandaj them që ky projekt duhet me zgjat dhe duhet me pas mbështetje. Ndërkohë, meqense se ti kthehesh dhe rikthehesh në Shkodër këtë herë me projekt të veçantë artistik, por edhe duke mos qëndruar larg Shkodrës me njerëzit e saj, me spektatorin, sepse këtë herë je takuar më afër nga ana profesionale. Si është këtë kohë, do të thënë që nga koha e formimit tënd si nxënëse në shkollën artistike Prengjakova, e tani që je një profesioniste tashmë e afirmuar? Kur kam qenë më e re, ndoshta nuk kam kuptuar shumë gjëra, se njeriu edhe rritet edhe krijon tjetër dimensione kështu. Di me thënë që jemi njerëz shumë të talentuar, Merita, dhe që e them me plot bindje, kam pas eksperiencën me njoftë shumë artistë ndryshëm nga e gjithë bota, këto e them sepse kështu është, munden e më krahasu pa diskutim. Edhe me botën jashtë Shqipërisë. Nuk du me harru një violinist shumë vogël, Juri Daljani,
Ishte i mrekullueshëm, knajtësi që e kena shoqëruar, ka lujt Bareshen, edhe do e luajmë edhe sonte. Ajo pjesë nga Reggio Mulliç e njohur në lançimin e së madhes së Nexhmie Pagarusha tashmë është ndërkombëtarizuar. Është patjetër, po. Ndërkohë që edhe instrumentistë të tjerë si Sara Nënshati e përshëndetshëm, e mrekullueshme. E pyeta Isakun sepse Sara shoqëron piano, Isakun çelistin nga Serbia. Edhe u futen për 5 minuta, marrë prova, Isak, keni nevojë mame për bu? Ishte tha e mrekullueshme, jashtëzakonisht e talentuar, nuk ka nevojë. Okej. Në fakt nuk e them për ndonjë mburrje lokale këtë, por duke ju drejtuar një të vërtetë artistike, ndoshta, sepse Shkodra gjithmonë ka qenë burim i këtyre talenteve dhe pikërisht ecuria jote për shembull, e cila është një rrugë suksesi, ti ke shkuar si një violiniste e thjeshtë në Filarmoninë e Sarajevës, e më pas je përzgjedhur koncert maestre, Spala, violinë e parë kësaj orkestre. E pikërisht nga këtu respekt unë do të thoja për shkollën artistike Prenjakova, për mësuesit. Kam thënë gjithmonë, ato janë pasaporta jeme. Për aq ecuri sa kam bë deri tash. Jo shumë larg nga kjo ditë, para 3-4 ditësh ti ke marrë pjesë edhe në një koncert të madhështor, do të thoja, në një nga sheshet e Sarajevës me orkestrën e Filarmonisë, që tregon një ecuri në aktivitetin tuaj. Mund të më thoni diçka për të? Me 11 shtator ishte, luajtëm Requiemi. Koncerti organizu jashtë në shesh para teatrit, të shini muzikantët po shoh, instrumentistët po shohim edhe si është koha, sepse duhet të jetë koha e mirë që është një kurs që na favorizon ose ja. Koncerti u bë te sheshi para teatrit, luajtëm Requiemin e Mozartit, ishte dirigent Ivo Lipanović, mjaft i njohur, dirigent nga Kroacia. Luajtëm me korin e teatrit edhe orkestrën, thonë u prit shumë mirë. Ato bilet kishin vu pak kështu si disa mjete mbrojtëse që për mos të afrojnë njerëzit edhe pse ishim jashtë, por kur i pash një moment përtej kamerave, sepse ishin dhe kamerat, njerëzit duke që kanë atë etjen për artin dhe për të pa live. Hapëm edhe sezonin, luajtëm Simfoni Beethoven dhe u bë me një violiniste Alina Baeva, po u bë lidhja online, pra koncerti organizuar në këtë mënyrë online. Edhe shitjet e biletave u banë në këtë mënyrë, por ishte një ndjesi pak e çuditshme Merita, sepse u futëm sallë në teatr Mran dhe publik nuk ishte këtë herë. Kishin vu kështu si saksia lulesh, që nuk e di, u bë pak një përzimje emocioni i mirë dhe jo i mirë. Megjithatë, u prit mirë, pra sepse Filarmonia ka publikun e vet, ka njerëzit që e njekin, domethënë kanë por u prit mirë, shkoj mirë. Shpresoj që ndoshta duhet të provohen nga shumë trupa artistike. Gjithsesi ne prekëm pandeminë e cila ka ndikuar tek ju. Megjithatë shumë muzikantë e kanë shfrytzuar në studimin e pjesëve të ndryshme. Vetë ecuria juaj koncertore, një sezon i mbushur tashmë me aktivitete, tregon se duhet të kesh një formë të mirë artistike, edhe teknike të instrumentit. Patjetër, audienca flas për profesionistët që e kuptojnë edhe si është jeta për një instrumentist, ajo dihet, si për futbollistin, e kena thënë gjithmonë, duhet të jesh gjithmonë formë, të studiosh, të praktikosh. E kemi shfrytzuar edhe pandeminë në këtë mënyrë. Ndërkohë që në Shkodër këtë herë nuk e ardhur vetëm. Bashkëshorti juaj, Admir Vraço, më falë se diku e kam thënë me shkronja... Nuk është problem. Admiri trompist, jeni edhe koleg artistik në orkestrën e Filarmonisë së Sarajevës. Këtë herë ka ardhur këtu edhe si solist në tromp. Si e ndjerë dhe si është ky bashkëpunim mes jush si artist? Drejtën me thënë, me Admirin kemi 10 vjet që jemi bashkë, kemi 5 vite të martuar dhe tash më është bë si shok, koleg, e kam çdo gjë, biles e pash kur u futëm në ambientet e Arkës, filloj me fol me kamarirat në Shqip, me sistemu muzikantat, i thash Admir ti përfaqëson Shqipërinë, nuk përfaqëson Bosnjën, Dhëndër Shkodrën. Biles në një moment më ram koncert, profesor Lorenci e nimoj për legjion, pultin ku maj notat, i tha faleminderit.
O, e tash po t'ja mirë kërë me përpracu Bosnjën e këtu. Gjithsesi, pjesëmarrja e tij si trombiste dhe sonte në koncertin final ka një rëndësi të veçantë. Do luajnë solo një pjesë serbe është Aidejano, sepse e ba me kështu për zgjedhjen, pra nga kompozitor tash ballkanik, e ka prit me shumë kënaqësi. Edhe du një falenërim të jashtëzakonshëm për gjithë ekipin e këtij që kanë organizuar këtë projekt. Jena ndonjë shumë mirë, jena nisin shtëpi tonë, kanë prit shumë mirë, i falenderoj. Kur bëhet fjalë për projekte, Arvida hap një blok të madh ose një libër të madh ku nuk rresh së shfletuari. Natyrisht, duke qenë vjesht artistike, ne mund të hedhim një vështrim mbi projektet tuaja. Dihet kam projektet me Filharmonin që presim tash sa të kthehem, fillojnë provat dhe do mundohem me disa koncerte në online, disa koncerte me publik me numër të kufizuar, sepse dihet situata është e tillë. Kam një projekt që po e mendoj dhe i kam fol me disa muzikant atje. Po kur erdha këtu po mendoj që këtë projekt mos ta la vetëm projekti do të quhet Takimi i violinistëve në Bosnjë, për gjithë Bosnjën. Kur erdha këtu dhe po shohim e po flasim për projekte tjera, ndoshta pse jo mos jetë Takimi i violinistëve nga Ballkani. Kam shumë projekte që nuk du me fol për momentin, sepse pres disa konfirmime, por besoj 90% do në i gjohemi prap Merita, do të lajmëroj dhe do flasim prap. Në fakt, tek ju dëgjoj, tek flisni, nuk ka si të mos mendoj se tek Arvida artiste, violiniste, instrumentiste mirë njohur, është edhe dëshira shumë e madhe, një menaxhim shumë i mirë i kapaciteteve tuaja dhe të tjerëve për të realizuar gjëra të bukura. Është e vërtet, e kam pak si natyrë, si tip këtë në thojza tipin e liderit, e kështu më pëlqen mi marr shumë gjana vetë, për disa gjana herë që edhe nuk kam pse i marr, po nëse nuk i konfirmoj vetë dhe nuk i kontrolloj vetë, nuk jam e qetë, domethënë e kam pak të llojin, e është vetë tipi karakteri. Mundohem, por e vetme nuk mund bëj. Njeriu sidomos në artin ton, në profesionin ton, e vetme nuk mund bëj shumë gjana. Them shumë gjana nuk mund t'i bëj vetëm, por falenderoj kolekt dhe disa mbështetës mjaft të rëndësishëm që më kanë dhënë direkt. Domethënë edhe kur ju kam treguar shumë njerëzve për çfarë mendoj për projektin që kam menduar, rrallë të parë më kanë thënë Arvida dona me të falenderu për idenë, për dëshirën që ke. Dhe njerëzit i kur ke këtë dëshirë, domethënë ato direkt të japin mbështetje Merita. Desha të dija në Sarajev të njohin si bosnjake apo si shkodrania si shqiptare dhe e vlerësojnë shumë. Arvida shqiptarja, megjithatë, gjithmonë është ti e jona, sepse ka marrë edhe nën shtetësinë. Dëshirojnë të bëjnë të tyre, po ti e dhe jona. Po, unë jam me kujdo, mjafton ndjehej mirë. Tashma Bosnja për mua është si shtëpi e dytë. Po, natyrisht. Atje jetoj, kam kriju familjen, punën. Keni edhe djalin. Mendoni ta bëni artist apo është heret? Pak e vështirë edhe me këtë situatë që nolli nuk e di. Ka një vesh muzikor shumë të mirë Merita, pa diskutim sepse janë genet edhe i ati edhe unë. Nuk e di, domethënë është heret akoma. Projekti Muzika mbi gjithë kufit solli si familje këtu në Shkodër për të marrë pjesë. Një projekt shumë i bukur, ambicioz, që nis ndoshta një rrugtim dhe që është vlerësuar. Mendon se projektet me Shkodrën, me Shqipërinë do të vazhdojnë tashmë? Besoj që duhet me vazhdu. Unë bëj ftesë të hapur për vedin, unë kam dëshirë, kam thënë dhe ma përpara në intervistën kur isha herën tjetër te ju, unë e kam me shumë dëshirë, sidomos kur vim Shkodër, edhe kush ka nevojë për mua, pse jo, afër jam. Edhe me shumë kënaqësi mund të luajmë, mund të bëjmë bashkëpunime, pse jo të vinë dhe artistë në Imran, po fliqim mas koncertit, po mendoj që i njëjti koncert të mbahet dhe në Sarajev. Domethënë, pse jo mos ta bëjmë si tur nëpër Ballkan. Idetë nuk rreshtin. Dhe ky është kreativiteti që duhet të shoqërojë një artist krahas interpretimit dhe vlerës së tij artistike. Arvid,
Ishte shumë kënaqësi që u takuam sërish pas interpretimit të mbrëmshëm. Të uroj veç suksese, shëndet në radhë parë dhe suksese pafunduar trokitje të stuhishme në interpretimin tuaj dhe në projektet tuaja. Faleminderit Kjo shumë. është diçka që ty të shkon personalisht, një aktivitet i bollshëm, kreativiteti, por dhe një interpretim me një tingull shumë të ngrohtë. Kur e keni hapur mbrëm me Bela Bartok, vërtet keni qenë të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Por edhe në gjithë pjesët. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Të falenderoj dhe rrugtim të mbar artistik. Do takohemi patjetër në aktivitete të tjera. Të falenderoj shumë. Ishim së bashku me violinisten e mirënjohur Arvida Kullolli Vraço.